Partia Socialiste në Mat duket e përçar pak javë para zgjedhjeve të pjesëqare lokale të 9 nëntorit. Kryetare e Forumit të Grave Socialiste në Mat, Suzana Pashahoti, ka vendosur të kandidojë si e pavarur, duke sfiduar kandidatin zyrtar të PS-s, Altin Bojni. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Suzana Pashahoti ka kritika për mënyrën se si është qeverisur Bashkia e Matit, e cila deri më 11 maj drejtoi nga Agron Malaj, tashmë deputet në kuvend. Ka mbështetur reformat e ndërmarra nga kryeministri Edi Rama dhe qeverisja socialiste, por besimi nuk është i pakushtëzuar. Mbështetja nga qeveria duhet të reflektohet edhe në qeverisjen lokale. Në Mat, kjo mbështetje nuk ndihet siç duhet, dhe kur e them unë, tregon që duhet pranuar më shumë dhe përfshirë gjithë secili nga ne, që zhvillimi i qëndrueshëm të jetë prezent te çdo matjan. Në Mat, pushteti është i përqendruar, vendimmarrja është e mbyllur, fjala e strukturave, e grave dhe e kontribuesve nuk dëgjohet. Në zgjedhjet e fundit, qindra qytetarë zgjodhen të votonin për Partinë Socialiste, por jo për mënyrën si po qeveriset sot në Mat. Suzana Pashahoti, me profesion avokate, thotë se dëshiron që të përfaqësojë Matjan në këtë sfidë, duke premtuar se do të kontribuojë në ndërtimin e shtetit social, në forcimin e institucioneve dhe në zhvillimin ekonomik progresiv për të shtresat e komunitetit. E di mirë sa e vështirë është të punosh fort dhe të mos dëgjohesh. Prandaj, sot nuk kërkoj vetëm një votë, kërkoj besim. Bashkia nuk mund të jetë pronë një individi. Ajo nga vetë emri i përket bashkësisë së komunitetit, matjanëve. Ndërkohë, kandidatura zyrtare e Partisë Socialiste në Mat është Altin Bojni, i cili aktualisht mban detyrën e kryetarit të Këshillit Bashkiak. Sa i përket kampit opozitar, Suzana Pashahoti do të rivalizojë me kolegët e saj, avokatin Eduard Brahilika, i cili po ashtu do të kandidojë si i pavarur, por ka edhe mbështetjen e Partisë Demokratike. Gara për Bashkinë e Matit pritet të jetë e fortë dhe e fragmentuar, ku mbetet të shihet se sa do të kthehet në avantazh për opozitën për çarja e socialistëve.